Unë nuk besoj se vëmëroj dhe shkon me atë narrativ, se atë narrativ e bëni njerë gjatë zgjedhjeve prezidenciale, bëri gjatë zgjedhjeve parlamentare 2016-ës, kur i konteston të votat ajo në Macedone, ajo në Macedone, edhe ajo solli në një jast shumë madh ndërmjet vëmëros edhe mundësisë të bashkëpunimit me partitë politike shqiptare. Nëse kjo formull tregohet si e suksesshme, vëmëroja nuk do të ketë zgjedhje, po në të ardhmen të planifikojë një koalicion parazgjedhor, që me ashtu narrativ do të zvogloj dhe do të pamundsoj, ose do të rrisë kërkeset në një partner eventual në të ardhmen, me sa i përket numrave pajtohem me Seferin, edhe është kjo gabimi i dytë. Do me thonë, votuesit e alternativët edhe Besës nuk e tregun gatishmërinë edhe në zgjedhjet 2016 të bashkohen, edhe dolin fund se kishin më shumë vota bashk, po të ndame kishin më pak se BDI-ja, edhe pse numri deputetëve i opozitës shqiptare ishte i njëjtë. Tash nuk treguan ndonjë vizion, edhe pse kishin paralajmërime se me fitoren eventuale ato prap do të bashkëpunojnë një qeveri të ardhshme. Domethënë, nëse është qeveri LSDM, Besa, edhe nga ana tjetër partneri mundshëm është Aleanca prap me alternativën, ato prap do të bashkëpunojnë. Edhe unë mendoj se bën gabim strategjik që fillimisht nuk u vendosën, se numrat ishin premtues, bile ato ishin paralajmërime edhe prej BDI-s se bën konkurrent serioz në garat, po është gabimi i dytë me radhë që e bëjnë edhe nuk i koncentrojnë votat para zgjedhjeve.